Cilët janë pasojat e atij i cili bën veprat pa sinqeritet? Fillimisht, është ai person nuk ka seva për atë vepër që e ka. Bëti Ata hava që e ka lodhët. është vetëm lodhje e kotë. Allah nuk në thotë, kadimna ila ma amilu min amelin, fe gjallnahu hebain me nëtura. Dhe çdo vepër që e ka bo, jo sinqerisht, ajo shëndrot në hije pluhur. Disa djetarë thotë, njeriu i cili nuk është i sinqert në asnjë vepër të tij, së në shet xhenetin. Ti vetë vetës, ja ke mbyll derën e xhenetit duke e bërë një vepër të cilën nuk e ke bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe në këtë mënyrë ti s'ke bo një sasi të veprave me të cilat duhet ta shpresosh xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu, mungesa e sinqeritetit, një vepër prej ibadetit e shëndron në mëkat. Ne cekëm se sinqeriteti është shka ku ne e bëjmë një vepër vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. E nëse atë vepër nuk e bën për hir të Allahut xhaleshanu, ajo shndrohet në shirk. E shirku është gjuna. Ti një vepër që duket nga jashtë e mirë, e shndron në një mëkat për të cilën, do të thonë nuk je çka shpreson. Njerëzit që nuk janë të sinqertë, jo prej pasojave, është që jeta e tyre është vazhdimisht sikur me qenë skenë. Ne jemi në skenë, ama në atë skenë duhet me na interesu vetëm atë çka e sheh Allahu subhanahu wa taala. Njerëzit tjerë çka e shohin, ka elemente ku nuk i bëjmë disa gjëra para njerëzve, kjo është mëse normale, po për adhurimet në atë skenë ku jemi ne, aktor, kushtimisht themi, duhet me na interesu vetëm çka sheh Allahu subhanahu wa taala. Edhe çfarë sheh Allahu në zemrat tona, çfarë sinqeriteti sheh Allahu në zemrat tona. Nëse njeriu i cili nuk është sinqert, është vazhdimisht sikur se i ka përshkruar Allah munafikët, mudhabdhabin. Do të thënë janë mes dy zjarreve, tash kia ka më po, a ka më dëgjuar se ka më të për të mirë. Vazhdimisht jeton në një presion psiqik i cili nuk ja mundson atij që të jeton një jetë të lumtur, një jetë të qetë. Që duke biseduar me një mik timin, edhe i thash, të i ke vapa, u ka marrë vesh kështu, apo nuk është që ashtu edhe. Unë i thash, a e din Allahu si është? Çka mërzitesh? Çka mërzitesh? Ne se kemi që ata si është. Mirë me ndryshu mendimin njerëzve, me ju tregu se si është e vërteta, por nëse nuk i ke atë mundësi, mjafton që Allahu e din se si është. Edhe mjafton që ti atë vepër që e bën, ta bësh për Allahun. Nëse Allahu e din se është sinqert, nuk i jep se brengosësh. Se s'ka pa kurkush, s'ka incizu ndonjë kamera, s'ka ndodhë ndonjë follower se ki fitu nga jo videoje. Nëse ki u për hir të Allahut xhaleshanu, kjo është një vepër të cilën do t'ja shohësh bereqetin në botën tjetër, por me siguri ajo ka mbetë në këtë botë. E ceke followersin edhe videon. Followersin. Dënjëherë video ka viralitet shumë. Dënjëherë s'ka video viralitet. Të Allahu a kërkohet viraliteti, apo kërkohet puna tjetër sinqertë? Të Allahu nuk kërkohet që me kanë viral. Rezultati nuk kërkohet. Nëse ti ki bo sebepet, Po. ta themi se dikush e ka nisë një shtëpi me ndërtu. Po. E shtëpia i ka ato regullat e veta, se sa dhe me qenë ploqa, sa dhe me qenë shtyllat e kështu me radhë. Plaka e kështu. Sa heka. Nëse ti ki bo sebepet, Shkallqet. për me arrit tek ma shumë shikues, ajo porosia jote, e nuk del ashtu si e ki planifiku, ti e ki botonë. Po dush me pas kujdes, se ka mund si mas që të bot video virale me të aprish një jetën, kete e këmbo, kete e këmbo kështu, e këmbo ashtu, edhe me fillu me shti disa elemente, e këmë dërgu ati filanit, a i kër e ka bo share, ka dhez ma shumë se... Ne nuk e ndalojmë që njërë t'i bëjë sebepet që janë fetarisht të leguar, por vazhdimisht do të me pas kujdes një jetin, se vallaj, do një vepër t'i e bën sinqerisht, Allahu
e shkruan pranimin e asaj veprës edhe në këtë dunja. Edhe mua më kujtua këtu shumë nga njerëzit që në kohën e Imam Malikut e ka fillu shkrimin e një libri që quhet Muwatta. Libri i famshëm sot. Po, që është sot libri i famshëm. Edhe ka shumë Muwatta, po ajo që njihet sot është Muwatta e Imam Malikut, është libri i haditheve dhe i rivajete prej ashabëve. I ka thonë, po, këtë të shkët Muwatta, pse ti po lodhësh me këta? Shka ka thonë, ma kane lillahi baqije. Ajo që është për Allahun, mbetet. Ta themi ndryshe, ajo që nuk është bo për Allahun, ti vetë vetës, ja ke gjuku që ta zhdukët e ta zgjësot. Dhe sa që e ke bo për hirtë Allahut, je mundu që ta ruajsh edhe ajo ka mbetet, edhe do të jetë prej vepra me të cilë do të krenohesh në ditën e gjykimit. Si shembull, këtë emision, nëse e kumbon në për hirtë Allahut, edhe nëse nuk dhes si vjetë, mas shumë viteve mundet me po të sajt. Sigurisht. Në ti vetë kina bisedu, se do janë disa video që para 10-11 viteve tash po... Po dhezin. Po dhezin. Se në atë kohë janë bo me sinceritet. Po, janë bo me sinceritet.